Në një atmosferë të ngrëhtë dhe të mbushur me emocione, komuniteti i Mërgatës Shqiptare në Gjenevë mirëpriti me nderime Presidenten e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani. E shoqëruar nga 3 kryetar komunash dhe atasheu ushtarak i Kosovës, Presidentja Osmani u prit me entuziazëm nga bashkëdhetarët tanë në një tubim të veçantë, të organizuar nga 2 shoqata shqiptare të Gjenevës, shoqata Smira, e udhëhequr nga zotri Ramadan Rahmani, dhe shoqata Komuniteti Shqiptar i Gjenevës, e udhëhequr nga kryetari zotri Nasuf Nuhiu. Në hapje të takimit, sekretarja e shoqatës Komuniteti Shqiptar i Gjenevës, në emër të organizatorëve, shprehu mirënjohjen dhe nderimin për këtë vizitë, duke e cilësuar atë jo vetëm si një takim protokollar, por si një shenjë të qartë të respektit institucional ndaj Mërgatës. Presidentja Osmani ju drejtua të pranishmëve me fjalë mirënjohëse për Mërgatën tonë. Ju nuk jeni thjesht një Mërgatë, por shtylla më e fortë e kombit tonë. Në çdo rrugë të Zvicrës ku jeni ju, është edhe zemra e Kosovës. Ajo theksoi rolin jetik të Mërgatës në përpjekjet për liri dhe shtetëformim, duke u shprehur: mos e harroni kurrë, ju jeni zemra dhe shpirti i Kosovës. Ne kemi filluar dje këtë vizitë shtetërore në Zvicër, e cila është e para në historinë e relacioneve ndërmjet 2 shteteve tona. Është një nder i veçantë që është bërë shteti tonë. Prandaj dua edhe këtu, dhe besoj që edhe ju më bashkoheni, të shpreh falenderimet më të përzemërta për shtetin zvicran të udhëhequr nga presidentja e Zvicrës e nderuara Karin Suter-Keller, të cilët kanë bërë çmos që Republika e Kosovës të nderohet dhe që miqësia mes Kosovës dhe Zvicrës të nderohet ashtu siç e meriton. E natyrisht që pjesa më e mirë e krejt kësaj vizite ka qenë pritja e jashtëzakonshme e djeshme në shesh, që filloi me nderimet shtetërore ushtarake për shtetin ton dhe vazhdoi me pritjen emocionale të Mërgatës sonë, të cilët ishin mbledhur me veshje kombëtare, fëmijë e të rritur, njerëz të moshuar pavarësisht moshës, për t'i dhënë përkrahjen shtetit ton dhe për t'i dhënë mbështetjen shtetit ton. Prandaj faleminderit nga zemra për mikpritjen, për përkushtimin tuaj të pashoq ndaj vendit ton dhe për faktin se kudo që shkoni, ju e mbani Kosovën në mendje, në zemër dhe në çdo vepër tuajën. Pas fjalës e presidentes, drejtuesit e të 2 shoqatave, zotri Rahmani dhe zotri Nuhiu, falenderuan përzemërsisht për angazhimin e saj dhe ritheksuan mbështetjen e diasporës për institucionet e Kosovës. Ne nuk i harrojmë as ditët e vështira kur Mërgata jonë u bë shpresë e popullit të Kosovës. Dhe sot jemi të gëzuar që shohim një Kosovë që përfaqësohet me dinjitet në presidente si ju, e ditur, e guximshme dhe e përkushtuar. Është nder dhe kënaqësi e veçantë që sot në këtë qytet ndërkombëtar të diplomacisë dhe të vlerave universale kemi nderin të mirëpresim në mesin tonë Presidenten e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani. Faleminderit shumë zonja Presidente për pranimin tuaj. 2 shoqatat bashkëorganizatore i dorëzuan presidentes Osmani dhurata simbolike, një gjest mirënjohjeje për përkushtimin dhe vizitën e saj në këtë tubim kaq domethënës. Zonja Presidente, pavarësisht sfidave të jetës në mërgim, Mërgata e Gjenevës ka mbetur e palmundur në përkushtimin e saj për të ruajtur gjuhën, kulturën dhe vlerat tona kombëtare. Edhe larga dheut, identiteti ynë jeton dhe frymon Shqip.
Programi kulturor filloi me një monolog të interpretuar nga nxënësja Amelie Rahmoni për të vijuar me valle nga nxënësit e shkollës shqipe në Union. Emocionet u shtuan me këngën Dardania ime, e interpretuar nga Jona Bytyqi dhe producenti Elion Krasniqi. Vallëtarët e shoqatës Rinia Kontakt ndezën atmosferën me performancën e tyre, ndërsa ansambli gëzuar solli në skenë trashëgiminë kulturore të ruajtur me përkushtim prej 2 dekadash. Në përmbyllje, grupi muzikor Hareja interpretoi këngën Tumën Kuqe, një moment që përfaqësoi larmin dhe pasurinë e muzikës shqiptare në diasporë. Në fund të ceremonisë, në shenjë mirënjohjeje për organizimin e shkëlqyer, Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, ju dhuroi 2 bashkëorganizatorëve, zotri Rahmoni dhe zotri Nuhiut, stemën zyrtare të presidencës, simbol ky i vlerave, përkushtimit dhe unitetit ton të përbashkët.